Pse Allah na më në përgjithësi? Pse na më në pyetje? Të gjithë na kena me dhënë llogari për Allahut mënduar. Para se me dhënë llogari, veprat tona shënohen. Ka melek të autorizuar nga Allahu xhella sha'nuhu që shënojnë veprat tona. A ka Allahu nevojë për këtë shënim? A ka nevojë për fletore? Nuk ka nevojë. Ai din gjitha. Allahut nuk i fshihet asgjë. Allahu nuk harron. Allahu nuk gabon. Ai është i gjithdijshëm. Andaj pse e ka pyet robën? Për shkak të robët. Shikoni, Allahu xhallahu ala nuk don askën me mëna përgjithësi, nuk don askën me dënu pa e arsyetu dënimin. A kupton ti këtu tash mëshirën e Zotit dhe bujaria e tij? Po dyshim se po. Allahu ka mësi këtë don me dënu, me on ti këtë meriton, s'ka kurrë që kundërshton gjykimin e tij. Dhe mi të bindesh se gjykimi i tij është i drejtë. Megjithatë, Allahu xhalla xhelaluhu që robët të qetësohet në gjykimin e Zotit dhe të jetë i bindur se është trajtuar me drejtësi, Allahu ja prezanton veprat. Ja ku e ke. A ke bë kët? A ke bë kët? Ai është dëshmitar. Çdo njeri do të jetë dëshmitar i veprave të tij. Madje në situatë ku njëri mund të mohon diçka nga veprat e tij, kanë me dëshmu gjymtyrët e tij. Ka me dëshmu dora e tij, ka me dëshmu gjuha e tij, ka me dëshmu syri i tij. Çdo gjymtyr që me tek apo më kat Allahut ka me qenë dëshmitar. Sikur që edhe kundërta. Çdo gjymtyr që përmes saj Allahu na ka adhuruar do të jetë dëshmitare e adhurimit, që përmes kësaj dëshmie ta merr shpërblimin e merituar. Prandaj, të nderuar vëllezër, Allahu nuk e dën askënd pa drejt. Sikur se Allah thotë në Kur'an: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Ne nuk dënojmë askënd pa i dërguar pejgamber. Allahu te barek o teala don që robën me kuptu drejt. Prandaj është mëshira Allahut azza wa jall. Është kujdesi ti që rob me kuptu mirë çka Allahu kërkon.